Pra, nëse ti dallën për Albin Kurtit si bashkëpunues, dallën për atij që bllokues, si mas opozitës, hajde ka zona qysh ki me bo qeverinë e ardhshme. Nëse ty të pengon, edhe nëse ti thu, nëse ki për një me, që në Prishtinë koalicionin e ka bo përparim Rama, dhe kur ta bën një kryetar komune, një koalicion që është kundër interesave të partisë, ti veç distancohesh, ose thu që ky kryetar mo jemi nuk është. Po nuk mundesh me thonë që na se kena bo koalicionin, unë fola me Bedrin, thash nuk bën këto punë qështu, e ti vazhdon me nejtë që me thonë aty, me asambleista, me votuat kryetar, mos më distancu për ati. Para fërsesh njëtën sen jam të e thonë... Jo, si të thonë, që ti të thonë një diçka tjetër për. Ti ka du me thonë, na dëmëtën nëse folim, ti po thu, na dëmëtën nëse folim për opozitën. Punë e madhe që dëmëtot opozita. Nëse që kjo opozita nuk është në gjendje me dalë prej këtij qarku në cilin mbyllëm që e ka vendos Albin Kurti, edhe thotë, as nas bashkëpunojmë me kërkën, atë që po merrni pjesën zgjedhje, pse na quhet zgjedhje vëlla? Pse na quhet zgjedhje, nëse edhe ju nuk bashkëpunoni, edhe nuk keni gjendje me formullën qeveri tjetër. Për shembull, ose le të votohet VV-ja, ose i vënë që shembulli për parim Romës, jo mos diskutojmë. Çka keni me lip ju, nëse jeni në zgjedhje të thoni, na bashkëpunojmë me këto, na bashkëpunojmë me këto. Për parim Romës, nuk nisa, i bimi më ka Kreative me ikë që ti që sajnë debatin budallaf që bevojnë. Që këtë debat janë më kuptu. Partive jam të dojnë, ju analizme, jo juve. Po të kuptoj burim. Se këtë opozita që të shqecime ka mos folim për opozita që po dëmtojnë të opozita. Puna më që po dëmtojnë të opozita. Puna më që po dëmtojnë të opozita. Jo, unë të lorë të du. Jo, ka opozita në botë të dëmtojnë. Që ka bo për parim Roma, do të me shërbys që shembull për këtë opozitën, që do të me ilon e natën, do të me ilon budalakinat, do të me ilon edhe Gjafer Tahiri, do të me ilon krejt, do të me ilon krejt maskaroloqet, RVV-ja me PDK-n. Edhe ato në PDK. Edhe në Mitrovic se cila me se cilën. Veç tu, ne, që se cila me se cilën. Edhe mu bjetë që kesh Prishtinës. Po që da po dhëmë... Jo, du të me shërbys të shambull që ka bo kjo. Kjo që ka bo, kjo është tradhtim dhe interesave të LDK-s. Ky kryetar më nuk është i joni, ky është i PDK-s, s'kem punë më me to. Ama që nuk bëhet që të ndolje mrena dite, nuk bëhet që në parti ta diskutojnë vendosjen, merën vesh, na me vjetë që na e nga të të dalë për dorës Shpend Ahmeti, ajo deklaruzit një. Mas 2 vjetë. Ajo është deklaru, edhe që nësë është i jemi. Mas 2 vjetë. I ka që do Tirane, i ka mojt në një vjetë do Tirane, ata që s'ka në Tirane, do më nuk ka një një vjetë të gjysë ose mos të komunikata që nëse kena po për marrëvesh. Kurti mrena dite me një shkarkunjense. Leo, që këtë diskutim është diskutim për vendin e dytë. Nuk është diskutim që është dalim të parë, që këtë diskutim i 2 pretendentëve për vendin e dytë. Son menej që PDK-ja me u kthyer diskutimi që ke shumë i vlefshëm që e bone ti. Pra PDK-ja që të entuziazmin që po duket që Bashkimi i Vjosës me Lumirin po e qënë LDK-n në altë, atër si me thonë PDK-ja kalzej edhe njëherë, më falni thë, po për LDK-n vetë në haloko gjak shumën. Një edhe tapë ventilin aty, ke farë pune. LDK-ja ka një relacion toksik, si kur njëtën e përditsh me njerëzit kështu në historinë private, e dhe LDK-ja si parti, që për vdekjes Ibrahim Rrugovës, ka relacion toksik me PDK-n, si para zgjedhjeve i thët me PDK-n kur mo. PDK-ja neve bile akuzojnë i përmenin në vrasje politike. Po kjo ndodhë veç në fushat zgjedhore, interesant. Si të kryen zgjedhjet, nuk e di, nuk përmenën në. Po në mene që Albin Kurti e ka bo veç një gabim gjatë që ta përfëndoj. Sot është kundër demaqet edhe i nështrohet figurës Rrugovës. Që se tjetërsus është Albin Kurti. Më të fëllë përparime për figurën e Albin Kurti. O në debat kërë, nësë s'për gjatë debatit që o dera që të jashtë. Jo, piskoma se debat kërë. Nëse të përdush me lo kur qëtë palidje. Do me thonë mos veç shvërkëshën që ka komunikon, që ka thët, është relacioni
personale toksike, do me thonë, i merri, i analizon raportet politike me raportet personale toksike. Veç merë. Po jo, robe se mo, më së fjallë kota. Qa e shëshi që Albin Kurti ne ka pranu të tërsimin e tina, që ka dalë dhe kundër babë si ideologjik që është të ndëmaqët. Nuk kemi shoqni tjetër. Mos e tërheq si paralele të keqe. Nuk ka shku Albin Kurti me ka unë Afganistan. Shoqni nuk e pranon. E pranon dhe të tërsimin e Albin Kurti të tërsimin e s'ka pranon këti tjetrit. E njëta shoqni është. Sepse mundet me pas diçka për ti të tërsimit. A bën mish me me lon krejt zonën, le t'i thëtë mënimet tona, të vetat, dhe thët Partia Liberale, s'la njeri në tavëlin me folë, Parti Liberale, që është liberalizmi, që demokracia? Që te, jem sumë jo nështu partisë dhe vendosje, ose shumë edhe pjesë të dykë, unë si jem liberale, kështë jem liberale, ti kandidatin për president. Apo mësën ti mu, apo kalzën ti mu, që shmi abo me LDK. Se ka e kanë mërë dorën? U dash me vetë Bedri Hamzën në Albini. U dash me vetë PDK, me thonë, që shmi amu shmenën? Që shmi abo me LDK? A i pëdin, PDK-ja pëdin. Historikisht ka ditë. LDK-ja nuk i ka 15 nënshkrime për me propozu Vjosa Osmani për presidente, çka bën tash, mundohet me tallë një popull tonë, thot na e kemi këto tash barcet listës dhe kandidate për presidente, kurse Lumira Abdigjikun e kemi për kryeministër. Po, zotin, a i gare bëvë një menë. A ka po i gare Albini kur e ka qitë kandidate për presidente? A ka po i gare? Do me thonë, LDK-ja që s'mi kemi adhon 15 nënshkrime, e kishit një listë që tha i shokneri, tha, si listë e terminit futbollit. Po jo s'pe imitojna, po durimin, po mënona me tregu. Nuk mënë është diçka që e bën Albini me kanë e mirë, kur partit për LDK-ja, ose LDK-ja, ose AK-ja, e bën një të gjohë. E duhet me pas logjik debatit minimale, dhe ndo kriteri minimale që duhet me indje. Muaj kom qitë ideja është që nuk mëndesh me thonë sa mirë Albin Kurti kur e ka qitë josën për presidente, sa keq LDK-ja dhe qesharake. Nuk ka parti në Kosovë, nuk ka parti në Kosovë. Edhe këto që do thonë, asli parti në Kosovë nuk ka, kryetari i partisë me morë autorizim pikë këshillit përgjithshëm, dikush i thot konvent, dikush i thot këshill përgjithshëm, mi e mënu krejt antarët e kryesisë. Do të thonë, në Kosovë, në botë nuk e di, nështë edhe ka, në Kosovë nuk ka ndonjë parti që kryetari i partisë i cakton krejt antarët e kryesisë. Pak këshill drejtues. Natyrisht. E ka po e ka marrë autorizimin. Autorizimin kuvend e ka marrë. Kuvend e LDK-s e ka marrë autorizimin. Se autorizimin e mora ai kur e pao që kuvendi i partisë është si gjys. Dhe të e pa, dhe më thonë, të e pa dinamikat e partisë, a më ke me përfundu të mësmujt projektet e veta politike mi që përparën. Okej, kjo është e LDK-s. Mirë, por nuk është demokratike, se nuk ka parti në Kosovë demokratike, që kryetari i partisë i cakton krejt antarët e kryesisë. Nuk mundesh me pretendu që LDK-ja nuk është parti demokratike. Unë po them që me çka e mosim demokracinë le. E mosim për shkak me proces zgjedhor, me ndrim të kryetarëve, me mendim ndryshe, cilat LDK janë me shumicë ndallim prej vendosjes. Nuk dallon shumë pi partive tjera, por nuk është si më thonë moja demokracisë. Edhe unë të dhash një shembull, transition me thonë suedez dhe kjo, po për rrethonat e Kosovës są më demokratike se sa partitë tjera. Valla nuk e di ja kisha më thonë kështu. Unë spajton apo në rregull. Dhe sa për koalicionin Vjosa Lomer, se çka më ne është shumë e rëndësishme. Këtu në Kosovë, do të thonë, unë niva dhe një diçka tha këtu tha edhe tjerë, kanë bë tha që si far taktizime, inate etj. Do të thonë këtu tash ti tentohet me u justifiku, me legjitimu oportunizmi. Nuk kanë rregull, bre. Nëse e kanë bërë përpara, nuk do të thonë që është mirë. Ka qenë keq atëherë, është keq edhe tash. Po, ama rrugtimi politik i këtyre dy figurave piktakohet në një moment shumë të rëndësishëm për të dy. Njëri do me garantu pozicionin e vet brenda partisë, kurse tjetra çka ka më up më tepër. Presidente nuk u bë. Nuk mujti mu bo presidente, tash tenton në një rrugë të re mu bo presidente. Okej. Amo ishte mendu në fakt se ta me pyet më herët bërimin, se ishte mendu bashkimi të djathtas me qenë edhe AK-ja, po duket fakt që bashkimi në kupton bashkimin e Vjosa Osmanit me lidhjen demokratike të Kosovës.